Fluksi i emigrantëve dhe turistëve që zgjedhin Shqipërinë për të kaluar pushimet e verës, po rritet çdo ditë në portin e Durrësit. Tashmë që jemi në pikun e sezonit, tragedët që mrrin nga portet italiane vijnë të mbushur me mijëra pasagjerë dhe automjete. Vetëm këtë premte, me 24 korrik, në vend kanë hyrë përmes portit të Durrësit 3700 udhëtar dhe rreth 1400 automjete, ndërsa gjatë ditëve të fundit numri i personave që kanë kaluar nëpër këtë pikë kufitare ka tejkaluar numrin e 20.000-ve. Porti i Durrësit mbetet porta kryesore detare e vendit, por njëkohësisht dhe një pikë e rëndësishme tranziti për emigrantët që udhëtojnë drejt Kosovës, Maqedonisë së Veriut dhe vendeve të tjera të rajonit. Pjesa më e madhe e udhëtarëve janë emigrantë shqiptarë që kthehen pranë familjeve për pushime verore, ndërsa nuk mungojnë dhe turistë huaj që zgjedhin të vizitojnë vendin tonë. Për të përballuar fluksin e shtuar, në portin e Durrësit janë vënë në funksion 24 sportele kontrolli, 12 për përpunimin e automjeteve dhe 12 për pasagjerë, me qëllim që procedurat të zhvillohen sa më shpejt dhe të shmangen vonesat. Gjatë javëve në vijim, pritet që numri hyrjeve dhe daljeve nëpërmjet portit të Durrësit të rritet dhe më tej, duke shënuar kulmin e lëvizjeve të sezonit veror.